Përgjimet e Sky SSC, Lala, me që jemi të kjo pjesë dhe ju jeni gazetar që investigoni në këtë pikpamje, përgjimet e Sky SSC kanë treguar që Suel Qela emëron të drejtues të institucioneve në Elbasan. Çfarë di ti për këtë gjë? Tani ne kemi raportuar edhe më herët në emisionin tuaj që ka patur disa kontrole të urdhëruara nga SPAK në disa banesa zyra, por edhe ambiente në qytetin e Elbasanit. Bëhet fjalë për 3 kontrole të kryera konkretisht te Luan Tabaku, i cili është zyrtar në qytetin e Elbasanit, ka qenë në kadastër më pas tek kujdesjes kanalizimet, është koordinatori politik i Partisë Socialiste në këtë qytet dhe lidhje shumë e fortë e Suel Qelës. Po ashtu është ushtruar kontrollet tek Mariglen Qoku, që është administrator i Akademisë Futbollit Elbasanit, si dhe tek biznesi i Nazif Bajramit, Bajrami N. Çfarë rezulton? Rezulton që në rastin konkret, zoti Tabaku, sipas të gjitha hetimeve të kryera deri më tani nga prokuroria e posaçme, rezulton të jetë diktuar dhe të jetë emëruar në postin që ban aktualisht nga Suel Qela, sepse në gjitha komunikimet dhe në të gjitha datat përkojnë që ai bisedonte me anëtarët e grupit të tij kriminal, të organizatës së tij, dhe thoshte që shkoni bisedoni me Luanin, sepse Luani na duhet në atë pozicion, dhe më pas ata shprehnin fjalë pozitive për Luan Tabakun, njëri i cili të nesërme në momentin që do të shkonte në pozicionin që ata kërkonin, do t'ju jepte edhe tendera. Ka një moment të jetë interesant për administratorin e Akademisë së Futbollit Elbasani, Mariglen Qoku, i cili rezulton që në operacionin e datës 25 nëntor 2024, kur u godit organizata e Suel Qelës, rezulton që ky administrator, pra i Akademisë së Futbollit Elbasani, rezulton të jetë gjetur dhe ndaluar dhe verifikuar nga agentët e BK-s brenda ambienteve të tregut agroushimor. Tregu agroushimor është në pronësi të babait të Suel Qelës, Petri Qela, dhe më herët ka ndodhur edhe ngjarja në 2018 në përplasja me policinë e shtetit, por po ashtu rezulton që ka dyshime që ky person të jetë jo vetëm lidhje ngushtë e Suel Qelës, se kjo është tërësisht e provuar, por të ketë qenë në shoqërinë e Suel Qelës pikërisht ditën që është kryer aksioni. Dhe tashmë është duke u kryer gjithë hetimi pasuror i Suel Qelës dhe i Akademisë së Futbollit Elbasani për të parë nëse Suel Qela ka investuar para të pista në këtë akademi. Sepse po të shikosh me kujdes përgjimet, ka dyshime të arsyeshme që Suel Qela ka investuar. Po ashtu rezulton që disa pasuri të Suel Qelës regjistroheshin në emra të personave të tretë, dhe për shembull njëri nga automjetet ishte regjistruar në emër të Nazif Bajramit, dhe ata e thonë në përgjime, sepse përgjimi pa patur një provë shtesë nuk mund të konsiderohet i tillë, dhe më pas ky automjet është gjetur, pra po jap disa detaje sepse më pas dosja është shumë e zgjeruar, është gjetur në shtëpinë e vllait të Suel Qelës gjatë kontrollit. Pra ideja është që ata emëronin drejtuesit e institucioneve ose injektonin para të pista tek, pra dyshohet tek të gjitha kompanit apo lidhjet e tyre, me qëllim që këto para të fshieshin, pra t'i pastronin në këtë mënyrë. Dhe nga gjithë drejtuesit e institucioneve që dyshohet se kanë emëruar, kanë përfituar tendera, dhe sot që po flasim, prokuroria është duke sekuestruar një sër tenderash që dyshohet jenë marrë nga njerëz të lidhur dhe të kontrolluar nga Suel Qela, dhe janë dhënë për shkak se Suel Qela kishte ndikuar në emërimin e titullarëve të institucioneve. Pra kjo tregon pikërisht atë që krimi organizuar ka ndikuar, ne di më herët, në përcaktimin e kandidatëve për deputet, në shitblerjen e votës e tjera me radhë, tashmë është duke ndikuar edhe në emërimin e drejtuesve të institucioneve, më pas marrjen prej tyre të tendrave. Po të shikosh një moment, ka një bisedë të Suel Qelës që thotë mos e keq përdorni Lanin, pra për Luan Tabakun, për çështje të vogla, sepse ai na duhet ne për çështje më të rëndësishme. Pra çështjet e mëdha kush ishin? Parat, tenderat. Dhe po të shikosh ka tendera pa fund në qytetin e Elbasanit, që nga tenderat e pastrimit, që nga tenderat e rindërtimit, pra ka pafundësisht miliona euro që qarkullojnë, dhe ka fjali në dosje që thotë nuk duhet merremi më as me kokainë, se s'na hyn në punë kokaina për sa kohë që kemi milionat e tenderave. Dhe këtë pjesën e tenderave është duke u hetuar. Po, shumë detaje nuk kam, se ato janë përgjimet, por ky është problemi më i madh, është përdorimi elektoral i administratës, i mjeteve shtetërore, fondeve buxhetore, si dhe angazhimi segmenteve kriminale në fushat. Dhe rasti i Elbasanit dhe i personazheve që përmendi Klodi, sigurisht që është konkret dhe duhet, vetmja gjë që ne mund të themi është që dikush duhet marrë masa se çfarë ndodh në atë qytet.
Unë them që vetëm një minutë Klodi ti mund të thuash një gjë sa fare të vogël, duke larguar strishën për Suel Qelën, në Le Bosh, aty dhe disa zyrtar të policisë janë duke jotuar pasi kanë takuar shefin e qarkullimit Roven Zeka në blokin e sigurisë. Çfarë është kjo? Po një minutë kemi. Atë një minutë, Roven Zeka, shefi i qarkullimit rrugor të Tiranës, është arrestuar bashkë me 2 vartës të tij, Sokol Novaku dhe Edison Tabaku në ndyshimet për korrupsion. Në momentin që është dërguar në blokun e sigurisë, jo në paraburgim, në blokun e sigurisë, 4 zyrtarë të policisë të Tiranës kanë patur takime me të dhe sipas SPAK janë takime të paligjshme sepse nuk mund të lejohet një person në hetim. Për këtë arsye, zyrtarët e policisë i janë thirrur, janë marrë në pyetje dhe u është kthyer telefoni. Po ashtu, është sekuestruar telefoni i një biznesmeni të njohur në vend, kryesisht në fushën e ndërtimit, sepse rezulton që ai ka vënë kontaktin mes Roven Zekës dhe një biznesmeni tjetër, dhe biznesmeni tjetër ka ofruar para me qëllim që të mos arrestohej bashkëshortja e tij, e cila ishte përfshirë në një aksident me disa të plagosur. Të dhënat paraprake flasin që në telefonin e biznesmenit janë gjetur të dhëna komprometuese për disa zyrtarë të policisë. Megjithatë, hetimi pritet të hetë dritë mbi këtë pjesë sepse është një hetim i cili sapo ka nisur dhe duke qenë se celularët janë duke u kthyer dhe nëse provat do të kryqëzohen me njëra tjetrën, mund të kemi më pas edhe rezultate, por ajo çfarë mund të me siguri është që në telefonin e biznesmenit janë gjetur biseda që tek marrëveshja që ka të bëjë me dherat në landfillin e Sharrës për dërgimin e kamionëve me dhera e deri tek planimetri që kanë të bëjnë me vila në zonën e Palasës. Megjithatë, presim hetimin për të kuptuar më qartë se çfarë është ky skandal që përfshin policinë e shtetit. Mendoj që nuk vjen presioni nga ai 50.000 lekë që do marrë dikush se do i blet votën. Unë mendoj që blerja e votës dhe ndikimin, orientimin në zgjedhje fillon tek administrata dhe patronazhimi që i bëhet administratës. Kështu që nëse flasim për një administratë që shkon në shifrat e 180.000 personave të punësuar, kështu që është një armatë e tërë e cila është në thundrën e pushtetit. Kështu që unë mendoj që risia e kësaj fushate dhe për të parë nëse ka apo jo ndikim të krimit, mendoj që janë të rinjt. Ne shohim në listat e partive politike të rinj të cilët janë anonim dhe nuk thonë asgjë nga ana politike, por që flitet dhe përflitet që mund të ketë ndikim të krimit të organizuar prapa pas këtyre të rinjve, dhe unë kam përshtypjen që në këtë drejtim është duke punuar edhe prokuria e posaçme dhe byroja kombëtare e hetimit për të parë, sepse ne kemi parë që SPAK-u është shumë prezent dhe byroja kombëtare e hetimit është shumë prezent në Elbasan, në Durrës dhe edhe në Fier, po sepse kishim edhe ngjarje në Fier, kështu që por risia janë të rinj dhe pas këtyre të rinjve dyshohet që mund të ketë grupe të caktuara interesi ekonomike, politike, por edhe kriminale, të cilët orientojnë votën drejt këtyre të rinjve që shesin veten si fytyra e re e politikës në Shqipëri. Të kalojmë në një moment tjetër që është mjaft interesant, por është dhe një problematike e re, e panjohur dhe pa përvojë. Do me thënë këtu, përveç kësaj ides që mund të vitet vota diasporës, është dhe jo përvoja në këtë lloj votimi. Vota, shpesh, i bën në një mënyrë shumë të thjeshtë nëpërmjet votimeve në internet e kështu, qartë me programe të qarta e gjitha, ndërsa kjo duket një metodë shumë e vjetër dhe shumë primitive, dhe thonë që ka rënë... Jo, është e manipulueshme.